Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës miratoi sot në mbledhjen e radhës ndihmën ekonomike për familjet në nevojë, si edhe ndryshimet në buxhet dhe paketën fiskale për vitin 2026. Po ashtu, vendos përdorimi i fondit emergjencave për ndërtimin e mureve mbajtëse në lagjet Puntori dhe Kodra Shtufit, zona të rrezikuara nga rrëshqitjet. Një tjetër vendim lidhej me miratimin e vendodhjes së stacionit të ri të transferimit të mbetjeve, si dhe dhënien me qira të sipërfaqeve bujqësore dhe kullosore. Moti i keq vijon të shkaktoj probleme në disa bashki të vendit me rrëshqitje dherash në disa zona të qarkut Gjirokastër. Aksi Koloj-Ngolëm dhe Glinë Pravisht mbeten të bllokuar, ndërsa në terren po punojnë mjete të shumta për hapjen e rrugëve. Në bashkinë Përmet ka shkarje dherash në rrugët e njësisë Frashër, ndërkohë që furnizimi me energji elektrike dhe ujë në të gjithë qarkun është normal. Institucionet arsimore në Gjirokastër këto ditja kanë dedikuar festave të pavarësisë dhe çlirimit. Nga më të larmishmit janë aktivitetet që u organizuan në nderim të këtyre dy ngjarjeve të mëdha. Shkolla Koto Hoxhi, ndryshe nga më parë, bëri bashk kostumet popullore shqiptare së bashku me këngët e vallet tradicionale. Feim dhe Vjollca Shuaipi nga Zara e Konispolit tregojnë se si pasioni mund të kthehet në një mënyrë jetese pas 25 vitesh peshkim. Feimi e ka bërë zanatin edhe burim për të mbajtur familjen, ndërsa 4 vitet e fundit e shoqëron edhe bashkëshortja Vjollca. Historia e tyre është një shembull se si tradita dhe puna e përkushtuar mund të kthehen në një mundësi për komunitetin dhe turizmin lokal. Ju njohim tani më gjerësisht. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës miratoi në mbledhjen e radhës ndihmën ekonomike për familjet në nevojë, si dhe ndryshimet në buxhet apo paketën fiskale për vitin 2026. Po ashtu, u vendos përdorimi i fondit emergjencave për ndërtimin e mureve mbajtëse në lagjen Puntori dhe Kodra Shtufit, zona të rrezikuara nga rrëshqitjet. Një tjetër vendim lidhej me miratimin e vendodhjes së stacionit të ri të transferimit të mbetjeve, si dhe dhënien me qira të sipërfaqeve bujqësore dhe kullosore. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës është mbledhur në seancën e radhës, ku janë miratuar njësor vendimesh që lidhen me shërbimet publike për menaxhimin e territorit. Një nga pikat kryesore të diskutimit ishte vendodhja e stacionit të ri të transferimit të mbetjeve, një projekt i cili synon të përmirësojë mënyrën se si qyteti trajton mbetjet urbane dhe të lehtësojë procesin e grumbullimit e transportimit të tyre drejt landfillit. Dhe jo vetëm pushirat e tyre që kemi intensitet shumë të lartë, por vazhdimisht do të bëhet ndërhyrje, sepse aty rrezikohen mjetet, banorët që kalojnë, do të marrë masat me njerëz. Është buxheti patjetër. Në buxhetin e Ministrisë Shporti është një fond që ka kaluar edhe emergjencën e Polonit, që po vazhdon procedura, në një fond së buxhetor. Unë jam në të komisionit që e kaluar material, ku i thiri për të kaluar materialisht i pajisur me projekt, me preventiv, është i pajisur me kemikal, me të gjitha hapësirat ligjore që vërtojnë. Dhe ne kemi parë këtë me përparësi si komision kur ka të shkegime në përtarje bashkisë me të gjitha detajet të domosdoshme për të bërë një investim të liqe. Dhe të domosdoshme. Unë shkoj këta miratuar. Gjatë mbledhjes u theksuar rëndësia e zgjedhjes së një territori të përshtatshëm që plotëson kriteret teknike dhe mjedisore, por edhe që garanton distancë të sigurt nga zonat e banuara. Tani duhet një magazinim, por ekzekutivi ka gjetur një pronë patronat, e cila është pronë e bashkisë, e studiuar, nuk jep efekte ekologjike negative. Kjo është tërësisht e dokumentuar. Dhe është emërtimi faktikisht quhet krim, por për mua nuk kemi nevojë se kush, problemi është në zonë afër e partit ushtar, që nuk ka qendër të banuar. Nuk ka rrjedhje të ujrave për cilat përçohen në lugë. Është kundër edhe për cilat nuk vendosin në qytetin dhe rrezikojnë jetën e njerëzve. Për mua, stafi i bashkisë për këtë problem ka bërë një punë tepër të studiuar, mbështetjet të ligjeve dhe të rregullave që sot janë aktualisht të fuqishme. Gjatë mbledhjes u miratua edhe përdorimi i fondit e emergjencave për ndërtimin e mureve mbajtëse në lagjet Punëtori dhe Kodra Shtufit, zona të identifikuara si të rrezikuara nga rrëshqitjet.
po ashtu këshilloi dha miratimin për ndihmën ekonomike të familjeve në nevojë dhe kaloi ndryshimet në buxhetin dhe paketën fiskale për vitin 2026. Moti i keq vion të shkaktoi problematika në disa bashki të vendit, ndërsa në qarkun e Gjirokastrës kemi disa zona të prekura. Aksi Kolojnë-Golëm dhe Glinë e Pravisht mbeten të bllokuar, ndërsa në teren po punojnë me mjete të shumta për hapjen e rrugëve. Në bashkim përmet ka shkarje dherash në rrugët e njësisë Frashër, ndërkohë që furnizimi me ujë të pishëm dhe energji elektrike në të gjithë qarkun është normal. Rreshet e shiut gjatë natës kanë sjellë disa problematika në qarkun e Gjirokastrës, kryesisht në akse rurale dhe zona me rrezikshmëri të lartë nga rrëshqitjet e dherave. Autoritetet vendore dhe strukturat e emergjencave civile kanë qenë në teren në orët e para të mëngjesit, duke ndjekur nga afër situatën dhe duke ndërhyrë në segmentet më problematike. Gjatë natës në territorin e qarkut Gjirokastër kanë rënë rreshje me intensitet mesatar dhe shtrëngata të herpashershme, të cilat kanë sjellë disa problematika të izoluara. Në bashkinë Gjirokastër, aksi rrugor Kolojnë-Golëm është bllokuar sërish nga inertet e paqëndrueshme dhe nisja vendore ka njoftuar kontraktuesin e rikonstruksionit për ndërhyrje. Përjashtim ka bërë vetëm rruga e Golemit, e cila është në proces ndërtimi. Në një prua atje ka masive me qindra me mira, mund të themi metër kub që janë depozituar gjatë viteve dhe këshirat duke u bërë punime, krijuan mundësinë që të binin poshtë. Punohet vazhdimisht, bien shira, bllokohet dhe është akoma në proces pune për ta stabilizuar. Gjithë strukturat e bashkisë janë në teren. Bashkia Gjirokastër nuk ka toka të përmbytura. Para përmbytjen e javës së kaluar që ajo e madhja, domthonë u përmbyt dhe u largua shumë shpejt uji nga fushat. Gjithë periudhën e pranverës dhe verës, ndërmarrja e kullimit ka punuar me ato mjete që ka vazhdimisht, duke zgjedhur gjithmonë ato ku janë pikat më delikate dhe për fat të mirë funksionoi. Ndërkohë në bashkinë Dropull vijon puna për vënje në funksion të rrugës Glinë e Pravisht, ku janë angazhuar mjete të rënda të ndërhyrjes, ndërsa në bashkinë Libohof, Tepelen, Memaliaj dhe Këlqyr nuk raportohen problematika. Në bashkinë Përmet ka pasur shkarje dherash në njësinë administrative Frashër. Sipas drejtorisë rajonale të ARSH Gjirokastër, akset kryesore të qarkut janë të qarkullueshme, ndërsa gjatë ditës së sotme kontraktori mirëmbajtjes ka punuar për pastrimin e inerteve që kishin bllokuar një sens të aksit Tepelen Gjirokastër, ndërsa OSHE bën të ditur se gjithë qarku furnizohet normalisht me energji elektrike. Për sa i përket nivelit të lumit Vjos, është 3.3 metra në urën e Përmetit dhe 5 metra në urën e Memaliajt. Situata e përmbytjeve në Saran po shkon drejt normalizimit, edhe pse një pjesë e fshatrave të Vurgut mbetet ende në ujë. Bagëtia po zhvendoset në zona të thata dhe blegtorëve ju është shpërndar ushqim emergjent. Ndërkohë po vijon të riparohet argjinatura e Bistricës dhe po mblidhen kërkesat e fermerëve për dëm shpërblim. Autoritetet thonë se përmirësimi është i qëndrueshëm pavarësisht e rreshjeve të fundit. Pjesa e fushave të Vurgut të mbetura ende në ujë, bagëtia në nevojë për t'u evakuuar në zonat larta e përbazë ushqimore dhe procesi i dëmshpërblimit të fermerëve janë nga prioritetet e strukturave shtetërore që vijojnë të gjenden në teren edhe në ditën e 8 të situatës emergjente për Sarandën. Vëmendja më e parë, thot drejtori i bujqësisë Mustafa Lama, është në rehabilitimin e plotë të argjinaturës së lumit Bistrica në Çuk, pas rikthimit në punë të hidrovorit dhe bërjes së kalueshme të urës së fermerëve të Metoqit për këmbësore automjete deri në 5 ton. Vazhdojmë të jemi në kushte emergjente. Rreshtet e rëna gjatë ditës së djeshme, mbrëm natën edhe sot, ndonë se kanë qenë të shumta në prurje, nuk kanë qenë intensitetin e ditëve të para. Kështu që jemi në parametra të qëndrueshëm, që do të thotë që prurjet nga rreshtet me shkarkimin që bëjmë janë në parametra të qëndrueshëm. Vënia në punë e hidrovorit dhe mbyllja e argjinaturës së lumit Bistric po e kthen situatën në nivelet të qëndrueshme. Është punuar prej 8 ditësh mbi argjinaturën e lumit Bistric, nga 5 qarje që ndodhen ditët e para,
tashmë 4 qarje janë mbyllur dhe po bëhet mbyllja e qarjes së fundit dhe shpresojmë që për 2 ditë bëhet mbyllja përfundimtare e argjinaturës. Për Blegtorinë e vënë në situatë mbijetese nga përmbytjet dhe nga rrëmbimi bazës ushqimore, janë marrë masa evakuimi në zonat më të thata, ndërkohë që janë shpërndar ushqime koncentrat. Gjatë ditës së djeshme na u desh të evakuohemi sërish bagtit nga zonat të përmbytura me risk të lartë dhe kemi vënë në vende më të thata ku nuk mund të shkojnë përmbytjet. Paralelisht, sipas Lamajt, ka nisur procesi mbledhjes së kërkesave të fermerëve për shdëmtim, të cilat do të verifikohen në terren për secilin rast. Vazhdojmë të kërkojmë bazë ushqimore, kemi shpërndar 2 herë 8 ton koncentrat ndihmë për fermerët, të cilët e kemi çuar gjithsecilit në fermat e veta dhe kemi nevojë akoma derisa të dalim nga kjo situatë. Është ngritur grupi i punët tashmë. Dokumenti i parë që futet në dosjen e secilit të dëmtuar është kërkesa e këtij fermeri. Kjo fazë ka përfunduar dhe tashmë nëpërmjet grupit të punës të ngritur do të shkojmë secilit në çdo fermë, në çdo vend të dëmtuar dhe do të evidentojmë një me një dëmet e shkaktuara. Puna e drejtarishme që ka dhënë në një front strukturat shtetërore, banorët e sidomos së biznesin vendas ka bërë që të eliminohen hap pas hapi dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Situata ende mbetet emergjente, por përmirësimet vlerësohen në nivele të qëndrueshme, megjithë përsëritjen e rreshjeve dhe në ditë-natën e djeshme. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Evis Sala, theksoi se garancia për fëmijët, transformimi i qendrave rezidenciale dhe ligji për kujdesin alternativ janë pjesë e një vizioni të unifikuar për një sistem të qëndrueshëm mbrojtjeje për fëmijët. Plani kombëtar i veprimit për garancinë europiane të fëmijëve u prezantua në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku synohet aksesi barabartë në shërbime për çdo fëmijë. Ligji i ri për kujdesin alternativ pritet të modernizojë sistemin e kujdestarisë, duke garantuar interesin më të lartë të fëmijëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Fëmijëve, theksoi se 3 politikat kryesore, garancia për fëmijët, transformimi i qendrave rezidenciale dhe ligji i kujdesit alternativ, janë pjesë e një vizioni të vetëm, ndërtimi i një sistemi mbrojtjeje të qëndrueshëm, të koordinuar dhe të qasshëm, ku çdo fëmijë ndjehet i sigurt, i mbështetur dhe i përfshirë, ndërsa familjet marrin ndihmën e nevojshme për t'u forcuar. Jam shumë e kënaqur që po shoh të ardhmen këtu. Kjo është një nga çështjet tona më prioritare. Prandaj kam mbështetjen time maksimale. Ju që jeni të rinj, keni dhe kreativitet. Kështu që kreativiteti vlerësohet, jemi të hapur për të punuar në mënyrë konstruktive dhe kreative. Është një mundësi e jashtëzakonshme për Shqipërinë, sepse na ndihmon jo vetëm që të forcojmë politikat tona kombëtare të mbrojtjes së fëmijëve, por të harmonizojmë ato me standardet më të avancuara të Europës. Zbatimi i garancisë europiane për fëmijët kërkon një zgjerim të investimeve në shërbime sociale dhe arsimore, në ato shëndetësore, por kërkon politika të synuara për reduktimin e varfërisë së fëmijëve, mbështetje për familjet në vështirësi dhe partneritete të qëndrueshme me organizatat e shoqërisë civile, por pse jo dhe me sektorin privat. Në takim u prezantua plani kombëtar i veprimit për garancinë evropiane për fëmijët, që synon të garantojë që çdo fëmijë në Shqipëri, pavarësisht prejardhjes apo gjendjes socio-ekonomike, të ketë akses të barabartë në shërbime cilësore, arsimore, shëndetësore, sociale dhe mbrojtëse. Ligji i ri për kujdesin alternativ, i cili po finalizohet, është një prej shtyllave kryesore të reformës së deinstitucionalizimit dhe një angazhim kyç në kuadër të kapitullit të 23 të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Ligji pritet të modernizojë të gjithë sistemin e kujdesit për fëmijët, që nuk mund të rriten me prindrit e tyre, duke vendosur standarde të reja në garantimin e interesit më të lartë të fëmijës dhe ndërtimin e një modeli funksional të kujdestarisë profesionale. Në Gjirokastër u zhvillua workshopi rajonal bashkim më të forta përmes raportimit të performancës nga analizat e vendimarrja, duke sjellë një qasje praktike të drejt për drejt mbi rolin e performancës në qeverisjen vendore. Pjesëmarrësit diskutuan hapur sfida reale nga mbledhja e dhënave, interpretimi i treguesve, transparenca e deri tek përfshirja e qytetarëve.
Përfaqësues nga shoqëria civile, mediat, këshillat bashkiak dhe administrata vendore u bën pjesë workshopit të bashkime të forta përmes raportimit të performancës nga analizat e vendimarrja, udhëhequr nga ekspertja e qeverisjes vendore Voltana Ademi. Që në hapje Ademi theksoi se raportet e performancës nuk janë thjesht dokumente teknike, por një mjet për të matur se çfarë përfitojnë qytetarët nga shërbimet publike. Në qendër të debatit ishte roli njësive të performancës si mekanizëm kyç për matjen e efikasitetit dhe përmirësimin e vendimarrjes dhe planifikimit buxhetor. Në ditën e sotme, në këtë workshop janë ftuar përfaqësues nga njësitë e performancës, të krijuara tashmë në të gjitha bashkitë e qarkut të Gjirokastrës, të cilët do të punojnë bashkërisht me përfaqësues që janë nga Këshilli i Bashkisë, këshilltar bashkiak dhe përfaqësues të medias, ju apo organizatat të shoqërisë civile aktive në qarkun e Gjirokastrës për të diskutuar lidhur me domethënien, përdorimin, mundësinë e angazhimit aktiv të tyre në proceset e matjes dhe raportimit të performancës vendore. Një proces që në bazë të ligjit është i detyrueshëm nga bashkitë, por nga ana tjetër në sajt të projektit ne po mundsojmë jo vetëm rritjen e kapaciteteve administrative, por mbi të gjitha rritjen e mundësisë së përdorimit të raporteve në vendimarrje, duke qenë të mirë informuar mbi atë çfarë bashkia ka mundësi të bëjë, apo ka realizuar, apo ka projekt për të ardhmen, këshillat bashkiake, anëtarët e këshillave bashkiake në bashkëpunim me administratën mund të përdorin pikërisht këto raporte të performancës për të matur jo vetëm realizimin, për të bërë jo vetëm transparencë, për të siguruar jo vetëm llogaridhënie, por mbi të gjitha për të diskutuar se si mund t'i përdorim realisht për vendimarrje të duhur të informuar raportet e performancës. Sa duket teknik, ky proces i domosdoshëm, aq i rëndësishëm bëhet kur flasim për informimin publik, raportet flasin me gjuhë të qartë, kur flasim për vendimarrje të duhur, ku të gjithë janë të ftuar të marrin pjesë, por pa informacion vendimarrja është e cunguar. Raportet janë një instrument që ofrojnë këtë mundësi, pra një instrument teknik që ofron mundësi të bashkëpunimit të administratës dhe vendimarrësve, leadershipit, për të bërë më të duhurën kur bëhet fjalë për transparencë, llogaridhënie dhe vendimarrje. Workshopi u zhvillua në kuadër të projektit Bashki të Forta të mbështetur nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe Ambasada Zviceriane dhe ajo suedeze. Institucionet arsimore në Gjirokastër këto ditja kanë kushtuar festave të pavarësisë dhe çlirimit. Nga më të larmishmit janë aktivitetet që organizohen në nderim të këtyre dy ngjarjeve të mëdha. Shkolla Koto Hoxhi, ndryshe nga më parë, bëri bashk kostumet popullore shqiptare së bashku me këngë e valle tradicionale. Kjo është atmosfera e krijuar nga nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Koto Hoxhi në Gjirokastër. Kënga dhe vallja shqiptare erdhi nën interpretimin e fëmijëve të ciklit fillor në një organizim të veçantë kushtuar dy datave të rëndësishme të historisë së vendit tonë, 28 dhe 29 nëntorit. Të çlirua Shqipëria? 29 nëntor. Dita e flamurit cila është? 28 nëntor. Atë ditë ngriti Marishi Mari flamurin në Vlorë. Çfarë kostumi keni veshur? Sot ne kemi veshur kostumet e Shqipërisë së Mesme. Unë jam shumë e gëzuar që jam pjesë e kësaj feste. Kjo është festa e Shqipërisë. Unë jam shqiptar. Aktiviteti Festë të Madhe ka sot Shqipëria, zhvilluar në Pallatin e Sportit, bëri bashkë kostumet popullor të trevave të ndryshme shqiptare, të cilët u mbajtën veshur me krenari nga e ardhmja e këtij vendi. Në kuadrin e javës së aktiviteteve për festat e 28 dhe 29 nëntorit, Shkolla Nëntëvjeçare Koto Hoxhi ka organizuar një aktivitet me temën Festë të Madhe ka sot Shqipëria. Siç e shihni, fëmijët me veshjet kombëtare nga të gjitha trevat e Shqipërisë, nga Kosova, Maqedonia, Çamëria dhe gjithë Shqipëria, përfaqësojnë më të bukurën kulturën shqiptare, përfaqësojnë më të ndjerën dhe më të ëmblën dasmën shqiptare, me simbolin e përbashkët flamurin kombëtar.
çdo shkollë kopësht në Bashkinë Gjirokastër këtë ditë është dekoruar me simbolet e festave të nëntorit, ndërsa përmes organizimeve të ndryshme, fëmijët dhe të rinjt shprehin dashurinë për atë dheun dhe vlerësimin për figurat historike dhe dëshmorëve të rënd për një Shqipëri të lirë. Fejim dhe Vjollca Shuaipi nga Zara e Konispoli tregojnë se si pasioni mund të kthehet në mënyrë jetese. Pas 25 vitesh peshkim, Fejimi e ka bërë zanatin edhe burimin për të mbajtur familjen, ndërsa 4 vitet e fundit po shoqëron edhe bashkëshortja Vjollca. Historia e tyre është një shembull se si tradita puna e përkushtuar mund të kthehet në mundësi për komunitetin dhe turizmin lokal. Fejim Shuaipi, 62 vjeç nga fshati Zari i Konispolit, prej më shumë se 25 vitesh i është përkushtuar peshkimit, një zanat i vjetër dhe i dashur për banorët e zonës së Konispolit. Dikur merrej me blegtori, por e la atë sektor për t'ju përkushtuar detit. Peshkimi u bë për të jo vetëm pasion, por edhe mënyra kryesore për të mbajtur familjen dhe për të ndërtuar një jetë më të qëndrueshme. Kam 20-25 vjeç që mirë me peshkim. Edhe na pëlqen si zanat, edhe është gjë e bukur, edhe me pjesën e peshkimit mbajnë familjen. Qenë me blegëtori, shitëm blegëtorinë e u bëm peshkatar. Se pasion kë? Pasion e kemi pasur që të vogël, fuzeshëm që zëjmë peshk me dore kështu, edhe tani me këtë zanat miremi. Pjesë më e vështirë, pjesë e peshkimit ishte dhe blegëtoria. Këto dy zanate janë që janë më të vështirat. Cilat janë vështirësitë që hasni? Dimri, deti, rjetat kur grisen, çdo gjë. Po e bukur është, me qenë se ju e keni pasion. Po mos që e bukur nuk e vazhdojmë. Po heq stresin, se eri një pesh tani, se eri një vstaj. Prej 4 vitesh bashkëshortja e tij Vjollca Shuaipi, 58 vjeçe, është bërë pjesë e pandare e kësaj aventure. Çifti niset çdo mëngjes herët me varkën e tyre të vogël për të dalë në det dhe për të nisur ditën e punës. Viti 4, se ka patur shok, punonte me shok. Ca kohë punoj me djalin, pa ai nuk i pëlqeu dhe iku. Tani kisha muaj pa ardhur edhe sot doja të vija, se më pëlqen. Si do e cilësoni peshkimin ju? Si sport të bukur. Se ndonjëherë fillon mbrapa, kam ndonjë peshk dhe po më tërheq. E ndihmoni? Po, ndihmoj. Si e ndihmoni? Çfarë proces? Pastroj rrjetat, jap varkës me motor dhe me lopata. Nis dita që herët në mëngjes për ju? Po. Vin peshkim që herët. Do ngrihem në orën 7, pi kafe dhe do vi. Nis në mëngjes e përfundoj në orën 1. Peshkimi. Po gjëja me bukur, i shkërmushe rjetat me peshk dhe shikon fritin tënë, atje është gjëja me bukur. I tregtoni? Po, i qojmë në për lokale, në Saran, i shesim. Ka kërkesa? Po, ka. Kërkesa si do më për peshk, për karkaleca. Do një gafore. Po vështirësi, jeni hasur gjatë këtyre? Po, kemi hasur kur ka dimër, që ka shumë dalë deti. Na mbledhe rjetat, na prishen. Është e vështirë. Po. Vitet e fundit Fejimi dhe Vjollca kanë gjetur një mënyrë të re për të ndarë pasionin e tyre. Ata ofrojnë ture të vogla me varkën e tyre për vizitorët që duan të zbulojnë bukurinë e Butrintit dhe të përjetojnë jetën e peshkatarëve nga afër. Pjesë e turizme ishte shumë mirë. Në Sarand, Ksamil, Kalaja Lipashës, në Tongo. Kanë interes? Po, shumë. Gjatë barit ka. Si ndikon kjo edhe në të ardhurat tuaja? Po në të ardhurat mirë, është më mirë ajo e turizmit nga peshkimi. Një qonë të Kalaja, në Tongo, në Ksamil, në Sarand, ku duan. Është interesante kjo pjesa e ndërthurjes së kulturave? Po, shumë interesante. Interesante se atyre u pëlqen të shohin më shumë, eksplorojnë vendin tonë, më duket një gjë e bukur. Për ta deti është më shumë se burim të ardhurash, është pjesë e jetës së tyre. Ata e shohin çdo mëngjes si një fillim të ri, me shpresën se puna e tyre do të vlerësohet e do të vazhdojë të jetojë brez pas brezi. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.